Në teatrin shqiptar në Shkup u mbajt Akademia Porkujtimore me rastin e shënimit të 20 vjetorit të ndarjes nga jeta e Hoxh Jakub Asipit, figure shquar e besimit islam, moralit shoqëror dhe angazhimit kombëtar shqiptar. Kjo Akademi Porkujtimore organizuar nga Fondacioni për Zhvillim dhe Qytetërim Aksis, si dhe Shoqata Edukative Vllaznia. Prezenca e pjesëmarrësve nga vendi, Shqipëria, Kosova, Lugina e Preshevës dhe diaspora dëshmoi vlerësimin institucional dhe shoqëror për figurën dhe veprën e Hoxh Jakub Asipit, si dhe rëndësinë e ruajtjes dhe përcjelljes së trashëgimisë së tij shpirtërore dhe kombëtare brezave të ardhshëm. Kanë kaluar plot 20 vjet nga ndarja nga kjo botë e Hoxh Jakub Asipit, por koha nuk e ka zbehur as pak kujtimin e tij. Përkundrazi, ajo e ka bërë edhe më të qartë një të vërtetë të madhe, se njerëzit e mëdhenj nuk maten me vitet që jetojnë, por me gjurmët që lënë pas vete. Hoxh Jakub Asipi ishte një prej atyre dietarëve që nuk kërkoi famë, por fitoi respekt, që nuk ndoqi pushtet, por ndërtoi autoritet moral, që nuk foli shumë për veten, por u bë shembull për të tjerët. Ai ishte një hoxh me dije të thellë, por mbi të gjithë ishte edhe një hoxh me moral të lartë. Predikimi i tij nuk qëndronte vetëm në fjalë, por në qëndrime. Mësimi i tij nuk u kufizohej në libra, por shtrihej në jetën e përditshme të njerëzve. Angazhimi i tij ishte i gjithanshëm dhe i palotshëm. Ai e zhvilloi përpjekjen e tij në disa fronte njëkohësisht, në përballje me botkuptimet regresive brenda komunitetit musliman, të cilët e mbanin shoqërinë tonë të prapambetur, të përçarë dhe vetëm konsumatore e jo edhe prodhuese, në kundërshtimin e ideologjive destruktive, si ato ateiste dhe islamofobe, që synonin të tjetërsonin bindjen fetare të popullatës muslimane në trevat tona, në reagimin ndaj rrymave që në emër të emancipimit e nënçmonin gruan dhe shndronin atë në mjet shfrytëzimi. Në rrethana të vështira historike, angazhimi i Hoxh Jakub Asipit nuk u kufizua vetëm në sferën fetare dhe arsimore. Ai u përfshi me përgjegjësi edhe në angazhimin për avansimin e lirive dhe të drejtave të popullit tonë, të shtypur, të diskriminuar dhe të nëpërkëmbur. Në këtë kontekst, Hoxh Jakub Asipi ishte ndër mbështetësit dhe mobilizuesit e të rinjve për t'u bashkangjitur ushtrisë shërimtare kombëtare gjatë konfliktit të vitit 2001, duke e parë këtë përfshirje jo si zgjedhje politike, por si obligim moral dhe kombëtar për përmirësimin e pozitës së shqiptarëve në këtë vend. Sot jemi mbledhur këtu jo thjesht për të shënuar një datë mërzie, por për të nderuar një rrugtim. Janë bërë plot 20 vite që kur zëri i fuqishëm i muftiut Jakub Asipi u shua fizikisht, por ne sot jemi dëshmitarë se ky zë nuk heshti kohë. Përkundrazi, ai vazhdoi të këmbojë në mendjet dhe zemrat e shqiptarëve kudo të ndodhë. Sot kam nderin e veçantë që para jush të flas në emër të Shoqatës për Edukim Vllaznia, një organizatë që misionin e saj ka të lidhur ngushtë me ruajtjen dhe kultivimin e trashëgimisë së muftiut të ndjerit. Hoxh Jakub Asipi nuk ishte vetëm një teolog. Ai ishte një arkitekt i vetdijes. Në kohrat më të vështira për popullin ton, ai kuptoi një të vërtetë të madhe, se liria vërtet fillon nga mendja dhe shpirti. Me një guxim të rrallë, ai gërshetoi vlerat tona fetare me aspiratat kombëtare, duke na treguar se besimi në Zot dhe dashuria për atë dheun janë dy krahë të njëjtit trunk. Ai nuk mbeti vetëm brenda mureve të xhamisë, ai doli aty ku ishte nevoja e popullit, në tribuna, në oda e në balë të proceseve historike, duke u bërë frymëzim për ngritjen e vetdijes sonë kolektive. Ai na mësoi se besimi i vërtet vërtetohet me sakrificë.
Ne nuk mund të harrojmë kur angazhimin e tij titanik gjatë luftës së Kosovës, ku ai u bë motori i mobilizimit të masave për të dalë në ndihmë me bukë e stre vëllezërve tanë të shpërngulur vëndshëm nga regjimi genocidal i Miloševićit. Dhe kur erdhi koha që vullneti të kthehej në rezistencë, ai nuk mbeti në prapavi. Ai doli në vijën e parë të frontit për mbrojtjen e vatanit, duke na treguar se nderi dhe digniteti kombëtar janë të shenjta dhe duhet të mbrohen në çdo çmim. Vizioni i tij ishte i qartë, një shqiptar i arsimuar, i moralshëm dhe i paththyeshëm në rrugën e së drejtës. Sot, pas 2 dekadash, ligjëratat e tij dëgjohen me të njëjtën etje sikur të ishin thënë sot. Jemi jashtëzakonisht të lumtur dhe krenar që sot 20 vite pas muftiut Jakub Hasipi, ai është prezent më shumë se kur. Derset dhe këshillat e tij janë bërë pjesë e përditshme të gjeneratave të reja, të atyre gjemve dhe vajzave që nuk patën fatin të takojnë fizikisht, por sot rriten dhe edukohen me vizionin e tij. Të nderuar të pranishëm, ne ja kemi borxh figurës së tij që ta kujtojmë, por kemi një borxh edhe më të madh ndaj gjeneratave të që vijnë, të përcjellim trashëgiminë e tij. Në shoqatën vllaznia ne kemi konsideruar si amanet dhe detyrë parësore që figurën e Hoxhës të mos ta lëmë vetëm një kujtim nostalgjik, por të jetë një shkollë e gjallë edukimi. Përmes punës së palodhshme të vullnetarëve tanë, të cilët i ka shtyrë vetëm dashuria e pastër për veprën e tij, kemi arritur që të digitalizojmë dhe grumbullojmë arkivin e pasur të ligjëratave të tij. Botimin e disa librave që përmbledhin mendimin e tij, ndërkohë që disa të tjera janë në proces e sipër. Po ashtu, me sukses po menaxhohet edhe prania e tij në rrjetet sociale, duke e bërë mësimin e tij të qatshëm kudo nëpër botë. Pasi se rinia jonë ka nevojë për modele si Jakub Hasipi, modele që rrezatojnë integritet, dije dhe atë dashuri të palëkundur. Ai na la pas një pasuri të madhe shpirtërore dhe intelektuale, dhe detyra jonë është që ky vizion të mbetet udhërfyes për të ardhmen tonë të përditshme. Vepra e tij jeton në çdo mendje që kërkon dritë dhe në çdo zemër që rre për fe e adhë. I përjetshëm qoftë kujtimi për muftiun Jakub Hasipi, qoftë xheneti dhe në takimin i ardhshëm dhe i përhershëm me Hoxha Jakubin. Ai i përkiste një brezi që e njihte traditën dhe diturin islame në rrënjë, por nuk e trajtonte atë si të vdekur për të përsëritur mekanikisht. Përkundrazi, ai e kuptonte traditën dhe dijen islame si proces të gjallë të mendimit, që kërkon lexim të saktë të tekstit fetar dhe kuptim të mençur të realitetit. Veçantia e tij qëndronte edhe në njohurinë e gjerë në dijet shkencore dhe në mënyrën e mençur se si e kombinonte ato me dijen fetare. Ai nuk e shite shkencën dhe fen si dy botë rivale, por si fusha që plotësojnë njëra tjetrën. Si orator, Hoxh Jakub Hasipi ishte vërtet i rrallë dhe i dallueshëm. Nga modeli dominues i kohës së tij, ai nuk e ngritte zërin për të imponuar veten, por e ngrinte mendimin për të ndryshuar rrugët e tjerëve. Për te, mimberi nuk ishte skenë dhe as mjet për afirmim personal, por amanet i rënd që kërkon përgjegjësi, sinqeritet dhe llogaridhënie. Pikërisht për këtë arsye, oratori si Hoxh Jakub Hasipi nuk ishte vetëm aftësi komunikimi, por mision edukimi. Dhe ky mision la gjurma të thella në kulturën e ligjërimit islam ndër shqiptar dhe më gjerë. Ishte njeri i një përgjegjësie të nivelit të lartë. Atë e tregoi edhe si imam, edhe si ligjërues, edhe si mësues,
edhe si shkencëtar, e në veçanti në sferën e menaxhimit të jetës fetare, në momentet kur u zgjodh mifti i miftinisë së Kumanovës dhe antar i riasetit të Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Kairoja për ne nuk ishte vetëm qendër studimi, por dhe hapësirë, reflektimi dhe angazhimi për kauzën tonë kombëtare. Në ato vite të rënda të popullit shqiptar në hapësirën e Jugosllavisë, në veçanti përpjekjet e popullit të Kosovës për shërim dhe pavarësi, Mulla Jakub Hasipi ishte për ne një shok rruge në shërbim konkret ndaj fesë, lirisë dhe dinjitetit kombëtar. Me rikthimin e tij në fshatin e lindjes së Slupçan, Mulla Jakub Hasipi realizoi atë që me të vërtetë dhe me të drejtë mund të quhet një mrekulli shoqërore dhe shpirtërore brenda atij xhamati. Ai nisi dhe bëri një rikthesë të thellë shpirtërore e cila brenda një kohe të shkurtër ndriçoi jo vetëm zemrat e besimtarëve të fshatit Slupçan, por ushtri me shpejtësi drite dhe ndikim të fuqishëm dhe të rinia e besimit islam në tërë Maqedoninë, me pastaj edhe në mbartrojët shqiptare, si dhe në mërgatën e largët. Ligjëratat e tij trajtonin tema dhe problematika që deri atëherë kishin mbetur disa edhe të patrajtuara, nga se Mulla Jakub Hasipi bashkonte në mënyrë të rrallë dijen e thellë e guximin intelektual dhe moral për t'i adresuar ato pa kompromis. Fjala e tij edhe si mufti i Kumanovës nuk ishte as dogmatike dhe as e ngulët, përkundrazi. Ajo ishte dinamike, gjithëpërfshirëse dhe ndërtuar mbi një logjik të matur e të argumentuar, e cila ruante rendin, harmoninë dhe kohezionin brenda xhamateve. Kontributi i tij ishte thellësisht multidimensional, fetar, arsimor, shoqëror dhe kombëtar. Ai nuk synonte vetëm formimin e individit besimtar, por ndërtimin e një komuniteti të vetëdijshëm, të përgjithshëm dhe të orientuar drejt vlerave të qëndrueshme morale dhe njerëzore. Në këtë mënyrë veprimtaria e Mulla Jakub Hasipit mbetet një model i rrallë i leadershipit shpirtëror bashkëkohor, i cili vazhdon të frymëzojë edhe sot. Kontributi i tij nuk u kufizua kurrë në kohë dhe vend të caktuar. Ishte i pranishëm kudo, ku thriste nevoja e shoqërisë sonë. Me përkushtim dhe sakrificë dha një ndihmës të çmuar edhe gjatë luftës në Kosovë, duke mbështetur ushtrinë shërimtare të Kosovës, që ishte krenaria e kombit tonë, përmes mjeteve dhe përkrajës së vazhdueshme. Shpesh vizitonte Kosovën, kombante ligjërata frymëzuese dhe ndiste në zemrat e të rinjve dashurinë për fenë dhe adhëjon, duke u ndërthurur atë me një edukat fetare të pastër, të shëndosh dhe të vetëdijshme. Për kujtim që shënon 20 vjet nga ndarja nga kjo botë e babës tonë. Prania juaj sot nuk është vetëm nder për familjen tonë, por edhe dëshmi se jeta dhe vepra e tij kanë lënë gjurmë që nuk janë shuar me kohë. Faleminderit për nderin e madh që i bët me këtë organizëm, i cili dëshmon se vepra e tij mbetet e gjallë në kujtesën tonë kolektive. Për mua dhe familjen time ai ishte një baba, shtilla jonë, shembulli im dhe udhërofisi im në jetë. Për popullin ai ishte hoxh, mësues dhe këshilltar, shok dhe mik që e kuptonte fenë si mision shërbimi dhe përgjegjësi morale. Ai e jetoi dijen islame me përulësi, duke mos e ndarë kur fjalën nga vepra. Predikimi i tij nuk ishte i ashpër, por i mençur, i qetë dhe bashkues, gjithmonë i orientuar drejt paqes dhe harmonisë ndër njerëzore. Një pjesë e madhe të jetës së tij ia kushtoi arsimimit fetar, edukimit të brezave dhe ruajtjes së identitetit fetar kombëtar. Ai besonte se dituria është emanet dhe se ajo duhet shpërndarë pa dallim, pa interes dhe pa mendje madhësi. Si prind, ai na mësoi se ndershmëria, drejtësia dhe durimi janë pasuria më e madhe që mund t'i lësh fëmijës. Nga ai unë mësova që të kem besimin e fortë dhe përkushtimin ndaj Zotit si bazë çdo veprimi, dijen dhe moralin si pasuri të pashlyeshme, dashurinë për kombin dhe njerëzit pa dallim feje dhe vendi. Ai la një trashëgimi që nuk matet me pasuri materiale, por me emër të mirë dhe respekt në mes njerëzve.
Ai nuk na la vetëm libra, por na la shembullin e jetës së tij, një jetë të shërbimit ndaj Zotit dhe njerëzve. Baba im ndroi me jetë me 7 janar 2006 në një aksident tragjik rrugor. Por fondacioni moral dhe shpirtëror që la pas vete vazhdon të frymëzojë gjenerata dhe breza të tërë nga populli dhe magjer. Sot, pas 20 vitesh mungesë fizike, e ndjejmë të gjithë se ai është i pranishëm përmes nxënësve të tij, shokëve të tij, miqve të tij, gjeneratave të reja që ndoshta u lindën pas vdekjes së tij, por që u edukuan përmes fjalëve të tij, ligjëratave dhe tribunave që la pas vetes si trashëgimi i pashkrirë tek ne. Si dhe lutjeve që bën për të çdo ditë e natë te i modhi Zot për shpirtin e tij.